njeriu s'e ndan ti mos me dëshiruaj. E kjo dëshirë vëzëro është e gjanë, sa deti. Mi thon njerit be marr kit tokën, a e do? E do. Për këtë arsye vëzë për shembull, perandor të ndryshëm, pse kanë marrë kit tokën? Pse kanë detuar me marrë kit tokën? Se njeriu e do vëzë. Njeriu e do. Për këtë arsye Allahu xhelala për me kënaq njeriu në xhenet, Allahu na vë fitën, çka bën jap tokë shumë tokë. Derisa njeriu si besohet se Allah ka më bën këtë pronar kësaj toke. Pse i jap shumë tokë vëzë? Se njeriu nuk e kënaq për shumë tokë. Por çati i shef perandorat, ai shef perandorit, munon sa më shumë shtete me mor dhe toka rreth vetes. Ti e shef për shembull në lokal, sa njëri, për shembull, i thot i ka 3 dyqana. Ti s'ki për shembull 2 dinar në xhep. Edhe ti në bisedë me ta, po çam të fol për një 2 dyqana të tjerë ti marr. A ti të ka thonë 2 dinar si kije? Çka të vjen ti më thon? Po çfarë do ti 3 be i ki? Po pse mos mi pas 5? I bam 5 dyqana valla, i jap me qira. Apo ti çka ke më dhënë me qira veç krijen. Kur gjasën jap me qira. Por këtë asoj se njëri nuk ngopot. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, biri i Ademit me e pas një kodër me ari. Do të një kodër me ari, sa? Por 7-8 breza me siguru pare. Besoj ka thonë me e do dhe një. Edhe një kodër. Me e pas ditën edhe një kodër edhe. Tretën. Ka thonë alayhis salam, nuk e ngop birin e Ademit pos dheu. E ku ta shtrishin porë me thonë, a do më altan s'foloj. A do dhe një 4-5 duqane me qira, s'fol maj. Veç kjo jam bil gojë dhe zë.